Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj që dita t'ju falë shumë mbarësi, ashtu siç ju më parë e keni menduar në planin e hartuar me kujdes e me detaje, edhe rrugtimi t'ju sjellë edhe kënaqësi në shpirt. I ftuari im sot është Saad Duro. Ai është 19 vjeç dhe është shpallur talenti i vitit në volejboll, duke qëndruar kështu në 10 më të mirët për vitin 2025 në 10 sportistët më të mirë të Shkodrës të Vllaznisë. Një fakt shumë i bukur për këtë djalë të ri, për Saadin, për familjen, për rrethin e tij shoqëror dhe familjar, për të gjithë ata që e njohin. Por dalja në pa e këtyre talenteve në sporte të ndryshme nuk është gjë tjetër veç se lançimi i vlerave të sportit në Shkodër, gjë që bëhet një mbështetje e mirë për të sotmen dhe për të nesërmen. Talenti i vitit është sot me mua në studio dhe unë kam kënaqësinë më të madhe të jap mikrofonin e Mirëmëngjes Shkodër volejbollistit Saad Duro. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe Saad. Faleminderit, për mua është kënaqësi të jemi ftuar në emisionin tonë të mëngjesit. Shumë faleminderit për teje. Faleminderit. Ke marrë shumë urime, apo jo? Nuk e di, ne ke menduar se do t'jesh talenti i vitit ose do t'jesh i spikatur në 10 sportistët më të mirë. Por gjithsesi ky është një përjetim për të gjithë, apo jo? Ti tek ty çfarë ndodhi? Po, kam kalu disa ditë, po për mua është hala po besueshme se ma është shpërblyt tonë mundi 4 vjetëve që kam bërë deri tash. E qa bukur, ha? Nuk e mendove? Nuk i punua për këtë, por ja që je spikator. Shumë. Po kjo në fakt është përgjegjësi, është reflektim, është edhe kënaqësi e madhe. Janë gjana që lëkunden tek njeriu kur vlerësohet për diçka. Si është për ty? Si e theti, është shumë përgjegjësi, sepse është çmim që unë millon stimul vetit që millon më shumë vetit të ardhmen. Sa bukur. Një djalë i ri dhe flet me kaq përgjegjësi për rrugtimin e tij dhe për atë çfarë në atë stad ku kam rritur deri tash, volejbolli. Çfarë është për ty ky sport i bukur? Volejbolli për mua për momentin është gjoja më e rëndësishme. Unë kam filluar me sporte të tjera, por volejbolli është i vetmi që më ka pëlqyer. Sepse te futbolli duhet me bë gol, por se te basketbolli duhet me bë kosh, po te volejbolli duhet me luftu për çdo pikë. Edhe çdo pikë është e rëndësishme, as mund as djers, edhe për mua është shumë e rëndësishme. Është sport elegant, a? Shumë elegant. E bukur. Ti pasues. Çfarë do të thonë pasues si rol? Do të thonë cilësohet si një ndër rolet kyçe në skuadër. Po, pasuesja është roli kyç edhe kryesor në sportin e volejbollit. Është ai që din ku ka me shku topi, duhet me shku gjithku mbrapa topit, është si me thon motori i ekipit. Se nuk punon pasuesi, nuk të ecë loja, kështu që pasuesja është roli. Gjithmonë kam menduar kur shoh një ndeshje, kur shoh një lojë sportive, kam menduar rolin e lojtarit, i cili është jo vetëm të demonstrojë forcën, elegancën, fuqinë, temperamentin e tij, por edhe të ingranohet me lëvizjet e ekipit kur sporti është kolektiv. Apo jo? Po. Si është për ty të punosh në skuadër? Po, me punu, një të punu në skuadra për momentin synimi jonë është me dalë kampion. Qa thot? Po, jena të punu çdo ditë me profesorin Artan Kaloja, dhe shpresojmë që të na realizohet ëndra. Po ti si pasues, do të thënë, gjithmonë ke pas këtë rol apo ke kalu edhe në role të tjera? Po, unë qyse kam fillu, kam nis me rolin e pasuesit edhe më pëlqen shumë. Të pëlqen shumë. Po rolet e tjera diti. Po, dimi po, po pasuesi është pozicioni natyral, edhe e bëjmë pjesë të tjera. Po mirë, si akordohesh me shokët e ekipit? Do të thënë, i ndjek ata, të ndjekin ty, si është kjo? Po, se pasuesi, siç e thash, është motori i ekipit. Ai shef tjerë si lvizin edhe mundohet me pasu topin perfekt që shëteri ose qendra me marrë topin.
me marr pikën. Kështu që pasuesi është kryesori. Dhe më thanë, në qofsa unë ndjek një ndeshje futbollit, një asist Po, është si një me thënë pasim i si mirë. mesfushor qendër, organizator. Shumë mirë. Dhe ju jeni një skuadër në ngjitje për të prekur titullin këtë vit? Inshallah, është dëshira jonë e Shkodrës së tonë sepse kena qysh 2017 që titulli kampion nuk vjen Shkodër edhe janë shumë vite. Kështu që i ka është dëshira me dal si kampionat, si me dal kampionat, me dal edhe kupa edhe Liga Gjergj Kastrioti. Çfarë? Të gjitha këto dëshironi, sepse niveli është gjithmonë në rritje dhe shumë me një ambicie të madhe. Si punoni shumë? Po, punojmë shumë, si që thash me personin Artan Kaloja, kena ba dablemje të huja, edhe si mjet them shpresoj që jena pretendent për titull kampion. Bravo, shumë bukur. Për ty trajneri, figura e trajnerit, ke kaluar disa trajner, a? Po. Çfarë do të thotë trajner? Trajneri është ai person që ti mëson ABC në volejboll, është kryesori. Du me përmend profesorin Endre Jukni edhe profesorin Fatjon Çekini, që më kanë rritë si lojtar, që ishte ekipi i të rive u ishte njësh. Mase du me falenderu edhe profesorin Artan Kaloja, që tesh vazhdoj me TT ekipi parë. Ata janë për mua shumë të rëndësishëm. Po si kalove ti nga ekipet e moshave deri në ekipi parë të rritur? Unë volejbollin e kam fillu me 6 maj 2021. E ke shënu në kalendar, a? Është ditë shumë rëndësishme. E kam fillu me 6 maj 2021 me profesorin, si që thash, Endre Jukni edhe Fatjon Çekini. Po si ishte ajo ditë? Si shkove ti? Gjithmonë ditë e parë është e sa mësohesh, ambientohesh me njerëz të huaj se si ki pa një herë. Masanaj, ja kam thonë edhe shokëve, jena prej fundit kena shku në fillim, se moj vogli, bash moj malli, aty kena kalu tonë kohën, është shumë periudhë e bukur për mu. Çfarë dallon, domethënë, sepse natyrisht është stërvitje, është ndeshje, është emocion, por është edhe bashkërindim, është shoqëri, është mirëkuptim, si janë këto, si losin këto me njëra tjetrën, të gjithë këto anë të jetës. Kombinojnë bashkë sepse janë njerëz që na kalojmë gjysën e ditës bashkë. Normal që na kalojmë edhe kohë si stërvitje, si pas stërvitje, si palestër, ne jena gjithë këtë lidhen me një tjetrin, kështu që është shumë e veçantë si lidhje. Po mirë, stërvite shumë. Një pjesë të madhe të ditës e keni stërvitje. Si qëndron kjo stërvitja fizike dhe stërvitja taktike me njëra tjetrën, domethënë, sepse patjetër që stërvitja fizike duhet shumë, por edhe taktike, se po nuk di të luash, po s'ke reflekset, ha? Si janë këto? Unë e nisi ditën gjithmonë me palestrën. Unë palestrën e bajte Shkodra Fitness të afër shkollës Jordan Misja, është një palestër e vogël për shumë e veçantë për mu. Aty kalaj paktën 2-3 orë në ditë, dhe pastaj la veti drekën që me pushu, që mu pa gati për stërvitje mas dite. Pra, kjo e para është stërvitje vetjake? Po, stërvitje fizike. Vetjake? Po, fizike. Nuk e ke askën të të Jo. drejtoj, të të shoh? Është instruktori që është aty, Kristian Koçeku, pasanaj tjerat i shaft, janë rrjetet sociale, janë stërvitje që mund të shifsh edhe vetë në telefon, nuk ka problem. Po si mat parametrat fizik tanë? Janë si që thuash, janë ta rrjetet sociale, i shef aty, i të shkruan parametrat tuaja, të jep stërvitjet apo stafat për pozicionin, për fiks për fizikun tanë. Dhe mendon se i zbaton dhe i ndihesh mirë kur shkon në stërvitje pas dite masana. Po, si që thash, janë shumë të rëndësishme të paktën çdo sportist duhet me të bot paktën 4 orë ditë stërvitje. Unë mas palestrës më i la vetit kohë me pushu, mos që me shku në stërvitje gati. Stërvitja ka tjetër rritëm, atë organizon profesori Artan Kaloja, kështu që është stërvitje e mirë, e vlefshme. Çfarë mendon se ka ndërtu në jetën tënde dhe në personalitetin tënd një motivim i tillë? Sporti është shumë i rëndësishëm sepse ka shumë të risa që janë sjellën në për rrugë, në për lokale, kurse sporti është si tip rregulloret, është një me disiplinë.
është disiplinë. Është disiplinë edhe unë e shoh vetin që ndihem mirë se është titull sportist. Si që the, është gjë e bukur dhe unë dalloj këtë që ti ke një pasion, ke dashuri për sportin, e vlerëson shumë dhe ta dush një diçka, një motiv që ty të shtyn, është një vlerë që ndërton në personalitetin e një të riu si që je ti për shembull Sead. Po mirë, thej që ma herët ke pas dhe sportet tjera, do më thënë je marrë, ke pas një farë qasjet me sportin, nuk i qenë me libra. Si e me librat? Me librat jam mirë, sepse përderisa kam zgjatë degën e financë, shpresoj që ndihmi menaxhu. Llogari do t'i marrim ma vonë, do t'i llogarisë në fund. Mirë. Pra, krahas librave shkollës, ti ke pas gjithmonë qasje me sportin. Çfarë sportesh? Atletik? Unë e kam fillu me babën, me handballin, e përshëndes babën. Baba është iniciatori, jem numër 1, ai është suportuesi, gjithkohë ai vjen gjithkohë mas meje, më suporton si fushën e lojës, si jashtë lojë, s'di çfarë më thon, duhet me shpik fjalë të reja, s'ka. Sa bukur e ke thënë. Duhet me shpik fjalë të reja për me vlerësu prindin, babën. Edhe më ka bërë përshtypje në fakt kur u shpallë talenti i vitit në volejboll, ti gjithë mirënjohje kishe për shumë njerëz, ja ku je ala mediali. Këtë e ke ba ditë kur je shpallë? Shumë bukur, shumë bukur. Po ke thënë një vlerësim për prindin. Dhe ky vlerësim jo veç për mua, por për të gjithë prindrit, për të gjithë familjarët, për të gjithë ata që kanë fëmijë, është shumë i rëndësishëm. Ja dedikoj, e përshëndes babën. Po, baba jam është heroi yt? Heroi jam është i papam, nuk di çfarë më thon, nuk mund të lëm anash as mamën, sa mama gjithkohë janë bashkë edhe janë të dy. Ja ku jeni familja, ashtu apo jo? Është finalja e Kupës së Rinia U21 në Tiranë. Ke shumë kujtime të tilla. Po. Dhe ata janë aty, pranë, me ty. Po. Gjatë shumë e bukur. Faktikisht unë e vlerësoj shumë familjen, jo vetëm unë, kuptohet, po çdo familjar duhet ta vlerësoj familjen sepse ajo është baza. Nëse të rinjt janë pranë familjes, ata marrin një ushqim të pakrahasueshëm. Është një ushqim i pakrahasueshëm, nuk është ushqimi vetëm për të ngrënë, edhe për të ngrënë, sepse është ajo ngrohtësia e tavolinës që u mbledh, por është afërsia e shpirtit. Ndjes. Po baba yt është sportist? Po, baba jam është sportist. Ka luajt handball tani jetën e vet, nuk ka luajt vetëm në Shqipëri, ka luajt edhe jashtë shtetit, masanllaj ka ardhur për me trajnu sportistat e ri, por për fat keq sporti i handballit nuk ekziston në Shkodër, nuk i di arsyet. Por sporti e ka qef, edhe atë vazhdon pasionin me mu. Po mirë, baba e quhet Artan Durro. E përshëndesim. Po tani çdo gjë është, të gjitha bateritë janë drejtuar tek djali. Të gjitha bateritë. Si të bën sugjerime, vrejtje, saksima? Baba është për mu si ta një i dytë, mas personit Artan Kaloja dhe Ermal Groja, mas ai vjen baba. Baba është përgjithsha, ka vrejtje, ka vlerësime, është si ta njerë. Do të thotë që patjetër në tryezën tuaj familjare sporti çdo ditë zën vend. Apo jo, ti e ndjen këtë edhe nga mama, e cila patjetër që kujdeset për shumë anë, ndoshta për sportin jo, po që të mbështesin psikologjikisht. Ke qenë ndonjëherë mërzitur? Ke ardhur ndonjëherë mërzitur nga stërvitja? Ka pas ne që kam marrë mërzitur, pas si që thuash baba, nona janë mbështetësit e mi kryesore, edhe me një meset që më kalon ata mu të më thonë, ja, mos u mërzite se kanë marrë ditë mira, kemi korrigju gabimet. Po natyrisht. Jam sa të goja.
Më pëlqen komunikimi I pastër dhe I çivitër, siç duket këtë ke dhurat nga ky komunikim që ke me familjen. E vlerësoj shumë. Mirë, po natyrisht ke edhe një trajnim ushqimor të veçantë. Po. Këtë ta bën mami. Po, shpresoj. Dhe të më falenderoj edhe mamën tek ka pjesë, sepse trajtimin ushqimor ma ban mama, se gjithmonë në shtëpinë tonë ka supë, gjallë, ushqime shëndetshme. Të shëndetshme. Po. Dhe për një sportist, trajnimi, ushqimi është pjesë e trajningut. Është shumë e rëndësishme se Është shumë e rëndësishme. për shembull, po hanger suflaqe, pica, fjane, shnoshesh, duhet se s'ban supa, gjella, ushqime shëndetshme që me kanë një sukseshëm aty në stërvitje në Ja, palestër. pra, një sportist duhet të kalkuloj çdo gjë mirë, natyrisht edhe përveç orareve të stërvitjes apo të marrëdhënieve të tjera që ka sportisti me jetën, me angazhimet e tjera, trajnimi ushqimor është Shumë I rëndësishëm. 19 vjeç, dhe bravo, ke mundësi të zgjatesh përsëri, ndoshta. Inshallah. Hala me djalit. Mirë, po ti je student, a? Po, Çfarë degë ke zgjedh? unë si që thash kam zgjallë degën e financës, sepse se dashuri për sportin më ka ushqy baba, dashuri për financën më ka ushqy mama. Qa thu? Dhe duhet Ti jep ndonjëherë llogaritë e shtëpisë, ha? Panaj llogarit Ja, një herë? hala, kam thënë. Hala s'kem rritë ajo pikë. Ja, hala. Mirë. Është e vështirë si degë. Është shumë e vështirë, po kur ke I person shtëpi që e ka profesion, bëhet më kollaj se për gjithë shembull me e pyet. Mami yt është Tregan. financiere. Po, është financiere. Edhe tregon bojmë muhabet punë për shkollet, si ato tregoj mësimet e mia, më jep këshilla, keme bë, këtë keme bë. Faktikisht fakulteti ekonomik në Universitetin e Shkodrës bëhet Po, fjalë, po. është një fakultet shumë I përqafuar nga të rinjt, kanë interes shumë për të, dhe madje mjaft I suksesshëm. Apo ja? Po, fakulteti ekonomik për mua është shumë i rëndësishëm, se në qovë se I mbështet studentat, më ka mbështet shumë si në fushën e sportit të gjithkohë, sepse na kena ba shumë kampionate universitare, na me universitetin kena shku në Hungari, Çfarë thu? po, kena shku në Hungari, kena fitu kampionatin vjet në Tiranë, edhe kena shku me përfaqësu Shqipërinë kampionat Europian Hungari. Pa ti. Edhe për mua është vlerësimi I madh se Ti ishe atje pasuesi. po. Me cilin trajner? Me profesor Tankalon, se Përsëri, profesori po. është edhe pedagog të E fakultetit universitetit, po. sporteve. Unë mendoja se do të ishe për sport, po ti më dole ti më dole shef llogarie. Faktikisht më pëlqen që po ke zgjedhur një fushë të tillë, sportin e ke aset tëndin, por atë që ti punon çdo ditë e ke të vështirë ta ndash kohën me Si që thua, sporti është si tip disipline, ta unë I menaxhoj gjanët e mia me orare. me orare. Edhe I kam tanat ndome si pjesën e sportit, si pjesën e ushqimit, si punën e universitetit. Janë tana është këtë Kanë agenda orarin e vet. kompletume. Këtë agjendën e sotme, ndoshta ke deviju diçka nga e di që ishte ora e palestrës kjo, po jo, do të na falin palestra sot për këtë gjysmore. Sa të po sport edhe numra ka dita jota, po ke edhe Ja, mu përveç sportit edhe universitetit Studimeve, po. Unë kam hobi tjera, për shembull me dal mas dite, pëlqejnë shumë lojnat elektronika komplet si kështu. po muzika. Muzika, muzikën e njegu, por e kam agjendën I vije e njegu. Muzika vjen kështu rrugës. Po. A? Shumë bukur, shumë bukur. Mirë, unë kur mendoj se të rinjt motivohen kaq bukur, aq më tepër arrin këto rezultate, nuk ka gjë ma kënaqësi, apo jo? Po, tash ti e fitove këtë talent I vitit. Siç e tham edhe në fillim, pas asaj kënaqësisë, aty në dorë trokitjeve, emocioneve, vjen angazhimi
tash vjen puna madhe, tash duhet Milanën vetit Ke me disa punu ma shumë. objektiva? Po, në objektiv jam i parë që mu afirmu të ekipi i parë i Vllaznis, me të zanë formacionin, masanaj gjithmonë, do e them prapë, gjithmonë sënimet e mia janë me vazhdu jashtë, se Do na ikesh edhe ti? sporti këtu është në rritje, por jashtë është tjetër nivel, është tjetër, se si që thash, na kena kanë Hungari, unë e kam provu edhe si që me lujt jashtë, është tjetër njësi, është komplet. Ajo Hungaria të pas ka tingullu fort. Është shumë emocion i bukur. Të ka dhënë frymësim, a? Kështu është. Kur diçka të jep frymëzim, shpesh herë bëhet edhe pik horizonti për ta mrit. Kush ka ne shef e provan, edhe nuk e di të lënë mresat veçanta, se Siç duket, është tjetër, është fusha, është njerëzit janë komplet ekipi, është komplet shumë i bukur. siç duket qenë ke ndjer mjaft mirë se ti mundesh, nuk je ndjer inferior, por kundrazi, mbase superior në raport me të tjerët, në një takim ndërkombëtar flas. Po, edhe shpresoj që një ditë shkajt nivelin e tyne. Bravo. Edhe i ke rritur ato parametrat e stërvitjes. Gjithmonë vit mas vitit rriten alla objektivat, normal që këtë vit me që morra çmimin, objektivat do rriten, a unë do të punoj më shumë që ma rrit objektivat e mia. Sa orë fle? Na kena me orar, për shembull 10, duhet mu qu 8, mu hangër, me ik non palestër, masanaj, me shku në universitet se kena seminare, leksione, masanaj, në drek, me pushu. Kalkulimi, s'ka kafe lafe, ka vetëm punë. Drek. Kjo atë jep një ritëm, një atmosferë në mirë puna. Po, është atmosferë mirë punet, pak ka herë bëhet monotone, duhet aja dita dile që Krejt, free, i lirë, bravo, Me bravo. pushim. Mirë, çfarë deshesh keni tash së shpejti? na filloj me kupën e Shqipnisë, lujmë me Elbasanin në Elbasan, mësënaj kena ligën Gjesh Kastrioti, ku është ligë e përbashkët me ekipet kosovare. Na kena shku në Kosovë, kena fitu të dyja ndeshjet, të shi presim të Shkodër, inshallah, me fitore. Të gjitha këto janë brenda janarit apo janë? Po, ja, deri brenda janarit, them, sepse me 31 janar fillon kampionati. Shumë impenjativ. E deri atëherë patjetër që do të kesh duar trokite të tjera. Shpresojmë që të dalësh nga fusha shumë i gëzueshëm, me bashkë me ekipin, me shokët e ekipit, ku prapa gjithmonë të vjen familja me të pa. Po, në tana ndeshjet nuk mungojnë, sidomos të ekipi të rive, kanë të tana ndeshjet si në Shkodër, se Shkodër normal, por në për finale, në për ndeshjet të rëndësishme, nuk kanë për tu, kanë ardhë në Tiranë, në Elbasan, janë. Shumë bukur. Jashtëzakonisht bukur. Një njeri që ndjen ritmin, por që ushqen talentin e tij me punë, por që ka motive shumë të bukura, ka destinacione, ka objektiva, ka hapa të përditshëm që dal nga dal i aviten destinacionet. Të uroj që ky vit, por të gjitha rrugtimet tuaja të jenë të shkëlqyera, se ti përveç se një sportist tashmë i spikatur, i vlerësum, talenti i vitit në volejboll, i edhe një djalë i mirë. Shumë faleminderit. Pse e them këtë? Sepse je kaq i çiltër, i pastër, ke një marrëdhënie të drejtë për drejtë me familjen, me sportin, me shokët, me shkollën, me të gjitha. Edhe kjo është në një balancë kaq të bukur njerëzore, sa ty të bën të ndjehesh vërtet një djalë talent, ashtu siç je. Shumë faleminderit për fjalët e bukura. Janë ato që unë i ndjej. Të falenderoj që ishe sot në studio. Unë shpresoj që këtë intervistë ta dëgjojnë të rinjt në çfarëdo moshe qofshin, në çfarëdo aspekti dhe drejtimi që të marrin në jetën e tyre, sepse puna është krahas talentit, është ajo që të shtyn, të bën të arrish dhe të bën të ecësh gjithmonë përpara.
urimet më të mira për ty. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë për teje. Sukses dhe mbarësi gjithmonë. Faleminderit.